Është momenti për një surprizë të bukur për një nga banorët e shtëpisë. Shkojmë aty? I kam brek. Atëre, hye jam sërish me ju. Hye! Nuk e di pse duhet të impostohem sa herë që ju flasë, jeni tërkohës në debate sipër, kjo më pëlqen, keni energji për debate, pavarësisht se është dita 87. Bravo, bravo! Do mos kur vim nga shtëpia. O, Ledion, Rozana si kanë ngelur shumë pikë që unë jam kërë prapë në... Atere, do doja të gjithë banorët përveç Rozanës të shkojnë prapë në dhomën e gjumit. A, që shurë që mos më përmëndësh më shpinë. Aman, ikë, dim nga dera. Bëhet shumë shefi shpocilën dika. Bajni për fare Rozanën, merë një krejtë. Qa është kjo punë kështu? Ti bona po do të rish këtu, hajde. Wow. Aman të keshen Ledion, se nuk duroj do të ma. Ledion. O, Ledion. Po. Aman të keshen se nuk duroj do të ma. Po, moj. Po, që më të afare tani? Vje njëra debat në vesh në gjatë prajmit. E me mos u përkëdhel tani. Në publicitet debat në vesh. Ore, vdisha nga veshët, po të the. Po, mos të rria aty, o ndro vënd. I thash Egli, do të rish këtu, jo, tha. Atere, Rozana. Jo, vetë më thua që s'është diçka e keqe. Jo më pëse t'jetë e keqe, nga që ullën drita thua ti. Po se këto dritat njerë më kanë të meruar, jam në parë. Jo, nuk është një gjë e keqe, është një gjë e mirë, po. Falemderit. Këtë dritë se i mbanë mënd ato dritat me atë ballafaqqimin e famshëm, po jo. Lëre, mos ma përmënd ato Nuk është ballafaqim. Sot duam të flasim pak për një marrëdhënie shumë të rëndësishme që ti ke me një nga figurat më të rëndësishme të ekranit shqiptar. Tefta. E cila për ty është familje. Dhe natyrisht është familje sepse me bashkëshortin e saj, kantautorin e shkëlqyer legjendar Francesc Radi, ti je familje. Dhe në një dhomë rrëfimi ke folur pikërisht për këtë marrëdhënie, e cila në një kuptim është një nga marrëdhëniet e të shkuarës që vazhdon të jetë ende prezente fizike, sepse marrëdhëniet ndonjëherë janë fizike, ndonjëherë janë idilike shpirtërore. Shohim bashkë klipin dhe më pas flasim pak. Unë i detyrojmë gjithë jetës Frankos për kulturën që më ka dhënë mua përsa i takon fushës së muzikës. Ne kemi jetuar në një shtëpi, Franko kishte një dhomë dhe ne kishim 2 dhoma të tjera. Me thënë ishim një shtëpi e madhe tek Tirana e Re dhe gjithë thonin shtëpia e Nand Radit. Franko ka qenë fanatik në mënyrën se si unë studioja. Më thoshte shpesh që mësoj flautin, mos lini orë dhe mësime. Ditën e parë ku kam hyrë në skenë me Frankon, me këngën Bicikleta, nuk kam për të harruar kurse ajo ka qenë piknisja e karrierës time si këngëtare. Nuk ka qenë ai që më thonte hajde në studio të bëjmë këngë ose të bëjmë një duet bashk, por ai kishte një admirim të madh për mënyrën se si unë shkruaja. E kam peng të madh në jetë që kam patur në shtëpi një artist si Francesc Radi dhe nuk pata mundësinë të bëja një duet. E kam patur një baba të dytë. Në thënë këto sukseset e mia artistike pas largimit të babit, kisha kujtja të regoja. Dhe unë e mendoja Frankon pas ikjes së babit, si ai njeriu që s'do më linte kur, e kam parë në ndër që Franko nuk do jetë më.
Dhe të nesërme ndodhi ajo që ndodhi. Por ajo që shikoja gjatë momentit që Franco largohej, edhe që më mbante akoma më të fort, ishte Tefta. Unë kur nuk e kam parë Teftën të dorëzuar, por ai ishte momenti që fash një njeri tjetër. Kur flas për Teftën, flas për një grua, një shembull i një gruaje të fortë, është një shembull i një gazetare e cila para çdo gjëje ka vënë profesionin. Dhe unë që në momentin që Franco u largua, pata një lidhje shumë shpirtërore me Teftën, se pash te Tefta atë gruan e butë, të dashur, nuk e kisha parë kur duke qarë. Po kur i ndodhi ajo Francos, Tefta u shëmbë. Tefta me Francon kanë qenë prindër për ne. Dhe në momentin kur neve na u smur mami, Tefta ka bërë shumë fare për mamin tim. Ja ka ndetë shumë afër, ka gjëmuar të gjitha spitalet ku ne kemi qënë. Ma vjen shumë keq që Tefta nuk është në Shqipëri për një këshill, për një gjë. Tefta është e para që muron, pa ja thënë unë, ajo di çdo gjë. Mjafton një kafe me Teftën 5 minuta, kam takuar babin, mamin, Francon, i kam takuar gjithë se Tefta nuk i asnjëherë nga goja. Kur them Tefta, them shtëpi. Kur më thua Tefta, kujtoj Tiranën e re. Kur më thua Tefta, kujtoj muzikën. Kur më thua Tefta, kujtoj gjithë problemet që kam kaluar, tranzicionin që ka kaluar Shqipëria. Kur më thua Tefta, më thua enciklopedi. Kur më thua Tefta, më thua qetësi, më thot familje. Tefta është ajo ura që sa herë shikoj, më hapet dera e shtëpisë. Do mbetet gjithmonë ura lidhse e gjithë kujtimeve të bukura të mia. Unë e ndjej Teftën sigur e kam 92. Ishte kaluar pak kohë nga ky rrëfimi yti, po besoj e mbaje mend, Rozana, ha? Patjetër. Janë gjëra që besoj ke gjithmonë brenda zemrës tënde. Kur flas për njerëzit e dashur, nuk e harroj kur mbrëmjet, ditët, stuhit, shiu, diellin, ato janë gjithmonë aty. Kush është mësimi më i rëndësishëm që të ka dhënë Franco? Mos të harro kur artistën brenda teja, shpirtin e artistit brenda teja. Po mësimi më i rëndësishëm që të ka dhënë Tefta? Jam shumë e lumtur që baba yt ka lënë një trashëgimtare të denj për të na u përgjigjur dhe ne ashtu siç ai përgjigjej për ne kur ishte gjallë. Kush është telefonata, e cila është telefonata e fundit që ke patur me Teftën? Tefta është për çdo gëzim timin, për çdo trishtim timin. Ajo nuk mungon kurrë. Kur fitova çmimin Te Kënga Magjike, apo jo? Magjike. Po. Tefta jeton larg, shumë larg në Australi. Shqipërisë, në Australi, me djalin, apo jo? Unë ndonjëherë dua t'i kërkoj falje edhe vajzës së Teftës, Anjeza jeton në Gjermani, jeton shumë larg, dhe unë kur largua Franco, i thë Anjezës, unë kam jetuar këtu, po e ndjej shumë këtë, domethënë ti ke qenë larg, po beso se sa e kam ndjerë unë, dhe ndonjëherë i kërkoj falje Anjezës që ja kam thënë këto fjalë, po vërtet Franco ka qenë babaj që unë do doja që ta shikoja dhe të thinjur, se unë babi se kam parë të më thinjat.
E rëndësishme është që ke kujtime shumë të bukura me ta dhe të thash, do me thënë, të paktën Tefta është aty dhe ja dëgjon zërin dhe ajo që ti thuaj që kur jam me të zëre se jam me të gjitha ta që fizikisht nuk janë më, po janë brënda nesh, kjo mjafton. Thash, Tefta jeton në Australi, por nuk do donte që brënda rrugtimit tënd të Big Brother të mos të dërgonte qoftë edhe një copës të sajën, kështu që të ka nisur këtë klip. E shohim bashkë. Të nderuar teleshikues dhe ju bashkëdetar, kudo që na ndiqni, mirëmbrëma. Në këtë edicion kryesor lajme shëndet të tjera veçojmë. Mirëmbrëma të dashur teleshikues. E nisim këtë edicion special informativ me një lidhje të drejt për drejt nga shtëpia e Big Brother VIP. Dua të dërgoj një përshëndetje për ju banor që më ndiqni brenda shtëpisë, por sonte jam këtu për Rozanën. Rozi u rit ndërsutemi, sepse ashtu sikur se Rozi tha, ne u ritëm se një familje madhe, me shumë dashuri dhe harmoni mes nesh. E një Rozin se një vajzë me mendjet hapur, me mjaft intelekt, se një vajzë që u ngrit mbi dhimbjen e prindërve të saj të shtrenjtë dhe krijoi identitetin e saj. E një si një vajzë me zemër të madhe, që na ka bërë të ndihemi krenar si familje, edhe në këtë rrugtim në Big Brother. Dua t'i uroj suksese dhe t'i them se më mungon shumë në bisedat e saj të gjata dhe kohët që kalonin bashk. Më mungon shumë humori saj i holl, batutat, imitimet për familjarët apo shoqërinë. Rozana, të dua shumë dhe jam krenare për ty. Mezi pres të takoj. Sa po ndoqët një moment që do donim ta bënim njësoj si atëhere kur zonja Tefta Radi na informonte edhe... Shiko, Rozana, ti i ke familje, po për ne figura si Ytat, apo si Franco, apo si Tefta, kanë qënë frymëzimi i brezit tim për të qënë në ekran edhe për të bërë këtë që bëjmë. Faleminderit shumë. Dhe nuk e di po, Australia i ka këto kushte që, do me thënë, ka studio të cilat i përshtatë dhe i bën njësoj si kur të ishin ato të TVSH-s qëkuri, atere që motin. Kështu që ka, çfarë do t'i thuash Teftës, se me siguri është duke na ndjekur, diferenca orarit me Australinë është madhe, po... Të Teftës do t'i them që ata të dy që nuk qëndrojnë më këtu në një shtëpi me ne, janë gjithmonë brenda teje. Unë sa herë të përqafoj, si babi, si Franco, ato janë tek shpirti i Teftës, te fjalët e Teftës. Shtëpia ime, dera e shtëpisë time, se Tefta tashmë jeton larg dhe vjen në Tiranë, dhe kur vjen Tiranë është vetëm, është gjithmonë e hapur për ta Teftën, sikur të ishte nëna ime e vërtet. Dhe këtë gjëra kam thënë. E puth fort. E puthun... Më ka marrë malli shumë. Shiko, ose puthun, ose mund ta puthësh ti direkt, sa po të hapësh derën e Vodafonit, e gjen Teftën aty. Rozi, e shtrita ime. E fort. Rozi. Sa e bukur që je. Si 74 vjeç. Nuk kam parë
Speaker e më të bukur lajmesh. Zonja Tefta Radi është në Big Brother. Përshëndetje Ledion. Zonja Tefta, mirë mbrëma. Më mallëngjeve, sa herë të dëgjoj, më përlot. Një ndë talentet e tua është dhe mënyrë e rëfimit. Je maniqme. Të ndjek me shumë dashuri, me shumë emocion në këtë spektakl të jashtëzakonshëm, që bën bashkë gjithë shqiptarët, anë e mban botës, me karaktere, personazhe, të llojeve, profesioneve të ndryshme. Të kuptoj, është e vështirë për një njeri, për një artiste të kompletuar si ti. Ju ka mërzitur? Fare. Fare. Ti je vetvetja. Ti je vetvetja si gjithmonë. Ti ke marrë gjithë shka nga babai jot, ke marrë gjithë shka nga nandi, ke marrë portretin, ke marrë karakterin, ke marrë talentin, ke marrë shpirtin e sakrificës, ke marrë zemrën e madhe që ka vënë për të gjithë. Të dua shumë, Rozi. Të dua shumë dhe të uroj suksese. Je në këtë lojë, është një lojë shumë e vështirë. E mirë kuptoj. Ti jesh izoluar për kaq kohë. Ka marrë malli shumë? Nuk e di. Po dhe mon, ka marrë malli shumë, po do bëhemi të forta. Kur ke ardhur? Kam ca. Por e falenderoj shumë produksionin që më krijoi mundësinë për të takuar dhe për të shmallur, sepse unë si sot një javë largohem përsëri. Do ikësh prap Toni si është? Toni mirë, Si e të ka gjithë janë Nusen mirë. Anjeza? Të gjithë janë mirë, Andeta, të gjithë të fëmijët, të gjithë ndjekin, të përshëndesin, të urojnë fitore, të urojnë të qëndroshe fort, sepse është një lojë e ashpër, por mendoj se të gjitha këto mëri brenda kësaj loje, kur të përfundoj, do të ktheheni në miq të mirë, do të keni çfarë të kujtoni, do të jetë një nostalgji për ju dhe një eksperiencë jashtëzakonshme në jetën tuaja. Ledion. Zonja Radi, do me thënë se jeni të dyja zonja Radi, po zonja Tefta Radi, më lejoni t'ju them dhe natyrisht Rozana do më mirë kuptoj se unë e kam një çik të profilin e prezantuesit Karagjoz, po mbas 3 orësh, 87 ditësh që dëgjoj zërat e këtyre, zëri yt është melodia më e bukur që nuk e di se çfarë ilaçi për veshët e mi dhe jam i bindur të gjithë. Sa e bukur e Rozi. Ledion, Më thuaj. a mund të të kërkoj vetëm një favor? Po, Do doja që të gjithë banorët e shtëpisë ta takonin Teftën. atëherë do të takojnë nëse Tefta do të doj dhe villai i madh në la lejoj, por si fillim do doja unë të thoje që zonja Tefta të na ka sjellë edhe një dhuratë. Po, Ledion, por unë prita të mbaroj Aty, me po. Rozanën. Prita të mbaroj e desha t'i them edhe 2 fjalë të bukura. T'ja thuash atëherë. Rozana, besoj se do të lërë mbres në këtë Big Brother, edhe për portretin e saj, për mënyrën e grimimit, për veshjen, për qëndrimin e saj, që të krijon atë ndjesinë e bukur të sensualitetit femëror, të një bukurie klasike që nuk shuhet kur. Aman, Dhe qartë ke zërka. i ngjan nënës tënde, një bukurie rrallë. Mamaletës. Mamaletës. Më të bukurës. Më të bukurës. Zemra, me faleminderit shumë. E kam duke përshëndetur Ledionin, sepse kam dhe patriot, nga Leskoviku, Ledionin e Laertin. Gjo, vllai i madh më Bashkë thot, patriot këtu. vllai i madh më thot që është e pamundur, ata sidoqoftë ju kanë ndjekur nga dhoma ku janë. Tani, unë do doja që për te i faktit që ishte fantastike të ju rishihnim edhe njerë në një studio të improvizuar lajmesh njësoj si ajo e dikurshmja. Një spektakl i manikshëm. Zonja që krijon Tefta gjithçka. ka sjellë Rozana, diçka që jam i Një palë bindur. kufje. Jo, një palë kufje, jo, po që duhen kufjet. Kufjet janë këtu, po një dhuratë. që mund Është ta brenda dëgjosh, kufjeve, vendosi brenda kufjet dhe kufjeve, do e kuptosh. Sepse shpesh ankohesh që nuk kam një duet me Frankon. Dhe unë ta kam si. Il ricordo di un amore ci cambiano, ci lasciano. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa.
ricordo di un amore. Shpresoj se do të fitoj. Dhe do të Lascia in bocca il sale. Në zemër. Jam lartë po të ndje. Ed arriva dritto al cuore. Duhet i bukur. Senza nemmeno Gjithmonë ka surpriza për të. Të tjera surpriza të tjera. Një regjistrim i para kohëve të Frankos dhe Rozanës, nuk e di po do t'i kërkoj vllajt madh Rozana që ta fusi në playlistën e këngëve që transmetohen aty, që ta dëgjosh më shumë dhe më shpesh dhe në atë momentet e tua të qëndrimit me vete. Ledion, më keni bërë dhuratën më të bukur, zëre se kam takuar babin edhe mamin, edhe Frankon. Falenderit shumë, shumë Falenderoj falenderit. unë ty. Do doja të falenderoja zonjën Tefta Radi, Faleminderit që juve për erdhi mundësinë që sonte më në Big krijuat. Brother. Sa e bukur një rozë, dhe sa e fortie, Kam shpirt. dhe sa e mençërie. Të vlerësoj gjithmonë, të dua shumë dhe uroj të fitosh. Më fal për çdo teprim që kam bërë. Në këtë lojë Do që keni njerë. hyrë për të fituar dhe në këtë ambient të izoluar, gjithkush mund të shpërthejë. Të lutem më fal. Janë brenda normës, Rozana janë duhet të brenda asaj që kthehesh. quhet njerëzore. Po, Ledion, Duhet të kthehesh, të Mi lutem. put andetën, kalamajt, Pa tjetër. shpëtimi, du shumë, edhe pres librin tjetër të Frankos, dëgjove. Faleminderit. Të puth fort. Kam zemër, falemderit 1 milion në herë që erdhe. Ti e di që të kam gjithmonë kujtimet e mia. Çdo gjë që kemi bërë bashkë të dyja, kur të da, Fort. të pres në shtëpi. Patjetër. Të dua shumë, falemderit shumë. Je yll. Jam me fat që të kam familje. Falemderit shumë. Ktheu, Rozana, Rozi. ktheu. Nga shkoj. Andej, po. Ku është? Okej, mbyllim lidhen me shtëpi, ndërkohë që Rozana takohet me Laertin edhe me pjesën tjetër të shtëpisë, një surprizë shumë e bukur për të, një surprizë shumë e bukur edhe për të gjithë ne, sidomos kur flasim për figura të rëndësishme të televizionit, muzikës në Shqipëri, që na kanë dhënë aq shumë sa është realisht e pashlyeshme. Sot për shembull mora vesh që zonja Tefta Radi është leskoviqare. Ti e di Arbër që unë jam kolonjar, po kam lindur Leskovik. Po. Kështu që shikon, Leskoviku guri that, po çfarë s'nxjerr? Me rrejnë të fortë. Me rrënjë të forta. Edhe pse me thënë të drejtën, Tefta Radi, unë, publicitet.